investimin në ushtri, por çështjet të tjera të cilat mund të jenë fokus malluk si në diplomaci, në mënyrë absolute që i vonon, i shtyn tutje. Po flasim për Maqedoninë që po flitet përmes dialogut të njëjtë strategjik, por shumë afër të fitoj mundësinë për të udhëtuar në SBA pa viza ose me liberalizëm të vizave, ndërsa Kosova fare nuk është agjend. Dhe një shtytje të ngjashme kish mujt me bë përmes dialogut strategjik. Pra po flasim për diçka që mund të përfitojnë qytetarët dhe po flasim për diçka qendrore që është e rëndësishme për shtetin e Kosovës. Dhe në këtë kuptim, besoj që qeveria e Kosovës ka rreziku shumë sot për sot, për shkak që konsideroj që mbajtja e raporteve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet 24 orë për çdo çështje, jo për t'i befasuar alatët me veprime. Kom pas fatin që me qenë pak dikon për rreth kur janë zhvilluar disa negociatave që nuk kanë ndodhur asnjë veprim i Shtetit të Kosovës, gjithnjë me të drejtë, pa marrë një ose pa e dërguar një sinjal në ambasadën e Shtetit të Bashkuara të Amerikës që kjo pritet të ndodhë, për të mos i befasuar pra alatët. Dhe në këtë kuptim, sidomos Kosova që s'mund të bëj hapin pa SBA-n, nuk besoj që ka pasur, unë pajtona si shtet i fuqishëm, zoti Kurti, kish mujt me marrë veprime të tilla. Por, një vend që ende nuk e ka sovranitetin e sigurt, kufi dihet kush i mbron, ndryshimet gjeopolitike mund të përbijnë aq shpejt, sa që për Kosovën do të ishte pra me këto ndryshimet gjeopolitike do të ishte fare një pikë vogël për ndryshuar orientimet dhe rreziqet e caktuara. Dhe në këtë kuptim, zoti Kurti është dashur më shumë të ketë vëmendje. Matoshi? Po, zoti Haradinaj e përmendni zoni jo vetëm çështjen e ushtrisë, po zoti Haradinaj ka qenë në njerëzit më besnik të aleancës me Shtetin e Bashkuar të Amerikës edhe dihet ai fjalimi i tij në West Point, kur merr duat trokitjet mia ushtarët marinës amerikanë aty, sepse dhe vetë është një farë marinësi. E ju e dini këto edhe tash edhe kundërshtarët e tij po ja japin dorën. Ju e ndëgjuti sa Mustafën që burrnisht tha që s'kemi mujt as Hashimi as unë me inqat negociat me Shtetin e Bashkuar me ka bën Ramushi. Ramushi është kolos i këtij vendi. Kush doin çka doin të thojnë, domethënë fëmia është dyne që sot e shohin. Ata kanë më mësuar si kolos që ti vendi. Ju betohem me emrin tan. Ju betohem që të betim po ja u bëj kështu publikisht. Domethënë, nëse jo që ta qenë sot kost politike, kinse politike, e janë krejtësisht hajvana. Përcitoj zotin kryeministër në detyrë. Domethënë, që ta fëmija aty ne kanë më mësuar në shkollë si kolos të Kosovës. Domethënë, edhe tash po shkurt se nuk do ta kalojmë vetëm dy çështje. Banjken, zoti Ahmeti, vetë dy çështje ti thon Blitz. Banjken e kanë informacionin e kanë dhënë Amerikan. Kjo e din bota e cila mirët me kësi problematike. Dikush mund të thotë, e dyta është, a do që FBI në kanalin e Ibn Lepens, FBI me lloqin e çizmeve zbulun që e kanë bërë një a nuk është argumenti mjaftueshëm që megjithatë aty ka pas bashkëpunim. Vetë fjalime. Pa amerikanët na nuk zbulojmë kurrë, as shumë kurrë, as dim kurrë. Para mush kem të debatu deklaratën. Duhet të them diçka. Ramush Haradinaj politikisht mund të ketë bën 3000 gabime. Por 3 gabime kur në jetën e vetë as nuk i ka bon, as s'ka me bon të ardhmen. Kur s'ka gabu në raport me Kosovën edhe me Shqipnin, kur në jetën e ti s'ka gabu në raport me Ameriken, edhe kur në jetën e vetë, kur s'ka gabu në raport me Serbin. Serbisja ka kthy gjithmonë pushken, edhe gjithmonë Serbisi vetëm njeri që ja ka stopu të gjitha produktet që ja ka vu taksën 100%, 200%, 300% dhe unë jam dëshmitar, Arben Ahmetin, dëgjoj qëto, po të thamë edhe venin ku kemi nej, unë jam dëshmitar që ka ken tavullin unë, Samil Ushtoku edhe Ramush Haradini në restoran Vela të konviktet. I kom thonë Ramush, po thojnë ambasadorët e Bashkimit Evropian që ose do ta heq shtaksën ose kime shku në shpe.
unë tha shkoj në shpe e nuk e hjeki taksën me Serbi, se nuk e ku marrë këtë vendim